Si është e mundur që SPAK-u, një institucion që kërkohet të ketë parametra të lartë të sigurisë sa i përket kompjuterave të tyre, por edhe adresave të emaileve dhe më saktë pasuardeve të emaileve, thuhet në media dhe nga raportimet e fundit se kanë qenë pasuarde mjaft të dobta dhe lehtësisht të hakerueshme. Tani, duke pa nivelin mediokër të prokurorëve, është edhe niveli i asaj, i mbrojtjes së tyre, pra i kodeve që ata vendosin. Kështu që çfarë të them unë ty tani, kur prokurorët vetë, sepse ne po e bëjmë gjithë të madhe, jo nuk është gjë e madhe, sepse institucioni varet nga njerëzit. Njerëzit e bëjnë institucionin, sepse ne i japim rëndësi SPAK-ut, sikur ata janë ca njerëz atje që kanë rënë qelli edhe kanë ardhur këtu dhe shqyqy që kanë ardhur ata që të formojnë organin e procedurës. Institucione bën nga njerëzit. Kanë institucione njerëz mediokër në nivelin e mediokrit që mbajnë institucione, prandaj Shqipëria ka ta ndisur këtë nivel më. Tani ne duhet të themi ca gjëra, ore ka dhe avokator mediokër, se mos ngatrojmë ca gjëra neve. Ashtu siç ka dhe prokuror në nivele mediokri. Në nivele që nuk arrin dot të administrojnë kompjutrat e tyre, të ruajnë dosjet e tyre, dhe kështu që neve s'duhet të ata hiperbolizojmë sigur ata ç'a janë. Njerëz janë dhe ata, prej mendje, prej truri, prej mishi, prej koska, prej gjaku bëhen dhe ata, dhe kështu që niveli tyre, a ky është, tani ne s'mundet t'i bëjmë të ngrëm nivelin atyre me pajir, sepse kanë të shirë njerëzit e kështu me radhë. Njerëzit ta kuptojnë, me këtë rast të kuptojnë dhe njerëzit, na kush janë ata që kryejnë hetimet, dhe qa niveli dhe çfarë formimi kanë ata dhe çfarë përgjegjësirie kanë ata, sepse është edhe shkalla e përgjegjësisë, kupton se kjo tregon pa përgjegjësi. Kjo tregon pa përgjegjësi, sepse ti e di shumë mirë që je një institucion i cili ke armiqësi në thonjza me të gjithë, sepse je një institucion që lufton jo vetëm krimin organizuar, jo vetëm krimin zgjedhor, po ti lufton, pra ke në tagrat e tua, ta ka dhënë kushtetuta dhe ligji, që lufton korrupsionin e lartë të niveleve të larta. Dhe korrupsionin e niveleve të larta nuk e bëjmë asun as ju, e bëjnë ata të cilët kanë pushtet. Dhe ata që kanë pushtet, kanë administrojnë edhe burime njerëzore, të cilat janë të afta që ty të hynë atje dhe të vjedhin dhënat. Se interesin e dhënat e prokurorisë nuk e ka asun as ju, as populli thjesht. E ka interesin, e ka qeveritarët që jetojnë. Qeveritarët që jetojnë ka mundësit dhe financiare që të paguajnë njerëz të cilët kanë njohuri të thelluara nga informatika, që të hakerojnë sistemin e prokurorisë posaçme dhe të marrin aty informacione që nesër ti kenë të siguruara, qofshin për shantazh, po qofshin edhe të mbrohen në një akuzë eventuale që mund të ngrihet nesër aty nga kjo prokurori. Prandaj them që duhet mos i marrim si temi që kush janë ata, atje që u vjet kanë të dhënat. Jo, njerëz janë dhe ata, të cilët kaq njohuri kanë, kaq formim kanë, dhe kaq shu do ta shikojmë, dhe këtë vështrim do ta shikojmë. Duke ju referuar kësaj të fundit që ju sapo thatë, sa i përket presionit politik apo përpjekjeve të aktorëve të caktuar politik për të shtënë në dorë dosje të caktuara, a mendoni se ka një përpjekje politike apo i presion politik pikërisht në këtë rast sa i përket sulmit ndaj SPAK-ut? Shiko, ne shqiptarët, gazetarët, ju të gjithë do të kuptojmë një gjë. Politika dhe prokuroria që në Romën e lashtë kanë qenë kundërshtar njëri me tjetrin, sepse prokuroria prandaj është ndërtuar si institucion që të luftoj krimin. Të luftoj krimin jo vetëm se kur themi krimi, ne kemi parazysh krimin, vrasjen, atë që me trafikat e tjetër. Jo. Krimi është dhe ai që vjedh. Ai pushtetari që vjedh është krim, çdo gjë është krim. Dhe është bërë pikërisht dhe ajo strukturë është bërë apostafat për të luftuar krimin në pushtet. Krimin në pushtet që fillon që nga ajo vjedhja e atij në pusit deri tek drejtuesi i shtetit. Kështu që interesin e kanë ata. Pra, loja, armiqësia është ndërmjet prokurorisë edhe pushtetarëve. Dhe pushtetarët janë ata të cilët kanë interesin e tyre për të bërë keq dhe për ta luftuar në çdo formë organin e akuzës. Sepse organi i akuzës do ta pranojmë diçka, ose politika, ose do ta kapi për ta përdorur ndaj kundërshtarëve të tyre,
ose do ta kapi për të luftuar kundërshtarët brenda partisë, brenda grupimeve, ose do ta kapi për ta patur nën kontroll që ajo mos të veprojë në asnjë mënyrë. Zoti Rama e ka kapur në këtë formë. E ka kapur që të luftojë dhe kundërshtarët politik, po edhe kundërshtarët brenda partisë së tij. Unë jam i bindur që këtë që ka ndodhur, padyshim që kryeministri po të ishte shumë i shqetësuar kur bën atë takimin gjumë me popullin çdo mëngjes, duhet ta kishte përmendur këtë fakt, sepse nëse do ishte i shqetësuar, që organi i procedurës së Shqipëri hakerohet apo sulmohet në hakerat, do kishte folur dhe do kishte bërë madje edhe konferencë shtypi. Po kjo vërteton dhe njerë që politika është shumë e kënaqur, madje është shumë komode, që ka marrë këto informacione dhe është sulmuar organi i procedurës nga hakerat apo nga ku ta diun. Kështu që duhet ta ndajmë këtë histori. Politika dhe prokuroria janë dy institucione që janë në armiqësi njëra me tjetrën. Jo vetëm në Shqipëri, kuptojmë, ja? Jo vetëm në Shqipëri, është në gjithë botën kjo punë. Është në të gjithë botën. Prokuroria dhe politika, politikanët nuk shkojnë njëri me tjetrin, sepse janë në konflikt të hapur. Njëri jeton, tjetri mbrohet. Në këtë rast, cili është roli kryeministrit Edi Rama dhe sa ndikim ka ai në dirigjimin e dosjeve të caktuara kundrejt SPAK-ut dhe apo përgatit politika atë që quhet dhe Komisioni Xhafaj për ta zhbërë SPAK-un, nisur dhe nga deklarimet e fundit qoftë kryeministrit Edi Rama, por edhe të Berishës që SPAK-u mund të zhbëhet? Jo, do të kuptojmë diçka. Ai që është pushtet kërkon ta kapi SPAK-un, pra prokurorin. Në rastin konkret, zoti Rama ka njerëzit e vet atje, jo të gjithë, do ta pranojmë këtë fakt, jo të gjithë që kontrollon brenda në atë strukturë. Dhe zoti Rama, po t'i vësh re, më çështja e Veliaj i bëri një mash ndjetro, sepse e kuptoi që elektorati, njerëzit filluan ta kundërshtonin për sa i përket sulmeve që ai bëri SPAK-u. Po sulmet e Ramës ishin sulme fake, sepse tashmë ne po na dalin nga përgjigjet e Riovelis që skenari ishte përgatitur, pra ai arrestimi të zotit Velia kishin gisht si zonja Balluku, ashtu edhe zoti Manja, sepse përgjigjet e Riovelis na kanë treguar dhe po na vërtetojnë që ka qenë një organizim i mirë brenda Partisë Socialiste për ta eliminuar atë politikisht dhe padyshim për ta mbajtur të izoluar derisa ai të pranojë dolor mandatin dhe të zvendçohet. Pra, goditja politike brenda Partisë Socialiste dirigjohet nga zoti Rama dhe nuk ka më asnjë dyshim që shumë prokurorë aty menaxhojnë Rama për të goditur kundërshtarët, siç i ka goditur dhe ata politikë, po dhe shëtyu, sepse zoti Meta, ku e kemi sot presidentin, është në paraburgim ka 6 muaj, nuk dihet se është në paraburgim, nuk është pyetur,